Kisha dhe diçka tjetër, flitet gjithmonë për medikamentet që jepen për alergjit, shmita po është fakt që kanë, të themi, disa efekte, sjellin një lloj përgjumje apo disa reagime të tjera. Le të flasim pak edhe për këtë reagimin e medikamenteve. Kemi gëzuar që më pyet për këtë gjë, sepse po, antihistaminikët e vjetër japin përgjumje. Dhe në fakt për këtë arsye ne nuk i rekomandojmë më. Dhe ne rekomandojmë sot antihistaminik të rinj që nuk japin përgjumje. E dyta që do të thosha është sepse duke qenë se nisur nga të vjetrit përshkruheshin kryesisht në darkë, antihistaminikët e rinj nuk kanë detyrim të merren vetëm në mbrëmje. Mund t'i merren në çdo moment të ditës që kemi shqetësime. Përsa kohë ato nuk japin përgjumje dhe nuk ndërhyjnë në cilësinë e jetës gjatë ditës. Edhe në profesionin, sepse ka persona që japin makinës. Shumë mirë që e saktësuam këtë. Pra bëhet fjalë për një gjenerator re, e cila nuk e ka këtë efekt ansor. Doktoresha, ndonjë këshill tjetër për sa i përket sëmundjeve të alergjive mbase për fëmijët e vegjël ku ende nuk e kanë kuptuar prindrit që mund të kenë ndonjë alergji? Më ndodh shpesh në fakt që edhe tek fëmijët, kryesisht shfaqen për shembull alergjia mund shfaqet të para qumshi ose veza. Po edhe te fëmijët mund të ndodhet që e kanë provuar një herë, 2 herë, 3 herë, e shohin që bën alergji dhe ndepresin vetë dhe nuk kërkojnë një konsult me alergologun. Deri këtu jemi okay për të ndërprerë ushqimin, po e mira është që të paktën një herë të takohet mjeku alergolog, sepse qoftë vendos diagnozën, po qoftë edhe bën një plan trajtimi më të rëndësishëm. Thuhet në një studim të para disa viteve nga Akademia Europiane që rreth 50% e atyre që janë me alergji ende nuk e dinë, nuk kanë marrë takim me një mjek alergolog. Kështu që nëse kemi dyshime, nëse simptomat përsëriten, kushdo qofshin, të paktën një herë do ta takojmë një specialist alergolog. Dhe nga biseda kuptova që po, edhe dielli shkakton alergji dhe tek persona që nuk kanë vuajtur ndonjëherë nga alergjia mund të qëllojë një vit, por as topon aty, apo çdo vit këta persona duhet i fshihen diellin? Zakonisht nëse fillon vazhdon, por ripërsëritet nga, po themi, pranvera dhe vera tjetër prap, qetësohet në dimër dhe mund të rikthehet prap, po vazhdon për ca kohë. Dhe ndërkohë këshilla për ta është me kujdes dhe të mbuluar, të mbrojtur edhe të mbuluar. Mirë, e sqaruam alergjin nga dielli, e sqaruam të gjithë ata persona që duhet të kenë kujdes, ata që vuajnë edhe nga alergjit, nga bleta, nga grenza apo nga ushqimet, që duhet patjetër ta marrin këtë kitin me vete. Mirë është për të gjithë ne ta kemi një antihistaminik tek ajo lista e medikamenteve që duhet marrim kur udhtojmë. Efektet i tham nuk është më ajo gjenerat medikamentesh, kemi medikamentet e reja që nuk e sjellin këtë përgjumje, kështu që jo në darkë, por në mëngjes. Na mbetet gjë tjetër vetëm të themi verë të gëzuar dhe kujdesët, i marrim verës më të mirë. Fiks, verë të mbarë të gjithëve. Dhe ajo konsulta duhet patjetër me alergologun për këtë. Dhe nëse keni shqetësime, po të paktën një herë një konsult me një mjek alergolog.